Mungesa e ujit të pishëm shqetëson banorët e lagjes 11 janari në Vlorë. Prej 2 muajsh rreth 100 familje në këtë lagje jetojnë pa ujë në çezma. Banorët thonë se situata është bërë e papërballueshme dhe se çdo ditë më shumë po përballen me vështirësi të mëdha. Ata detyrohen të blejnë ujin e pishëm me bote, pasi nuk kanë asnjë zgjidhje tjetër për të siguruar nevojat më bazë të përditshme. Shpenzimet janë të mëdha, ndërsa problemet shtohen. Jemi ankuar, kemi atë në drejtori, ka drejtori këtu. Ka vet drejtori. Ka pengesa rrugës në këtë jam instalimet mira në këtë. Po që s'ka ujë. Sa familje janë këtu që? Shiko, këtu 100 familje janë të Sazanit të ardhur që andenje, veç tjerë. Po. Janë nga Divanesa. Janë të gjithë pa ujë. Keni vajtur si banor të bashkia? Te bashkia jo, po kemi vajtur në drejtori. Vemi sot na vinë nesër, pastaj s'vinë më. Ndërkohë më tha që ujin e blini me lek, me botë. E blejm me bote. Po ju del të blesh ujin? Po desh ose ik në lagje. Pa ujë, po nuk ka. Sa keni pa ujë? Po kemi goxha. Kemi goxha. Mbi 2 muaj. 2 muaj? Po mos më shumë. Na vjen një herë në javë, një herë në 10 ditë. Nuk kemi të lajm sytë vëlla. Po si ja bëni? Po e blejm. Vim botje bie dhe janë depozit. Me këto temperatura të larta jeni ankuar të ujësjellësit në bashki, çfarë thonë ata? Do vi. Në ujë varet. Problemi madh është. Si s'është problem, ujit është çdo gjë. Po. Ujit është jeta, po s'pa të ujë s'ka asnjë gjë. Pra 2 muaj që këtu në lagjen 11 janari. Po. Nuk ka. S'ka asnjë. Shumë mund të vinë një herë 20 minuta, 25 minuta. Mund vinë se mund mbash një kuntal ujë, më shumë jo, edhe 25 minuta. Banorët shprehen se janë ankuar disa herë pranë ujësjellësit të qytetit. Në lagje ka ardhur dhe drejtori i ndërmarrjes për të parë nga afër gjendjen, por pavarësisht premtimeve që janë dhënë, furnizimi me ujë nuk është rikthyer dhe asnjë zgjidhje konkrete nuk është ofruar deri më tani. Banorët kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përgjegjëse. Sipas tyre, mungesa e ujit të pishëm po ndikon drejt për drejt në shëndetin e familjeve dhe në jetesën e tyre të përditshme.